Kombëtarja shqiptare ka shkruar një faqe të artë mbrëmjen e sotme në historinë e saj të futbollit pas fitores historike me rezultatin 0-1 ndaj Serbisë në stadiumin Dubočica të Leskovcit, me një gol vendimtar në minutën e parë të shtesës së pjesës së parë nga Rej Manaj dhe një paraqitje të jashtëzakonshme në çdo repart të fushës, kuqezinjt siguruan jo vetëm 3 pikë të arta në garën për kualifikueset e botrorit 2026 që do të luhet në SBA, Kanada dhe Meksik, por edhe krenarinë e një kombi të tërë që e ka pritur gjatë këtë moment. Sfida e zhvilluar në masa të repta sigurie u ndoq me emocione të jashtëzakonshme nga tifozët kuqezi në çdo cep të globit. Shqipëria u tregua e disiplinuar në fushë, e bashkuar dhe plot karakter, duke e përballuar me sukses presionin e një ndeshjeje të ngarkuar, jo vetëm sportivisht, por edhe emocionalisht. Goli i Rej Manajt në pjesën e parë shpërtheu si rufe në qiellin e Leskovcit, duke heshtur stadiumin dhe duke ndezur zjarrin e festës në mbar botën shqiptare. Në Tiranë, mira tifozë ishin mbledhur në sheshin Italia para stadiumit e Air Albania për të ndjekur ndeshjen në ekranet gjigante, sapo arbitri fishkëlleu përfundimin e takimit. Kryeqyteti shqiptar shpërtheu në brohoritje, flamujt kuqezi valviten kudo, ndërsa këngët patriotike dhe vallet popullore pushtuan rrugët e kryeqytetit. Automjetet po qarkullojnë me flamuj kuqezi, njerëzit përqafonin njëri tjetrin dhe atmosfera është një fest kombëtare e vërtet pasi tashmë është mundur Serbia. Pamjet e ngjashme janë regjistruar edhe në qytetet e tjera të vendit, nga Shkodra në Vlorë, nga Korça në Durrës, ku mira tifozë kanë dalë në rrugë për të festuar poshtjen e Serbisë. Në Prishtinë, zemra e Kosovës rau me të njëjtin ritëm si në Tiranë, qindra të rinj të reja mbushën sheshin Zair Pajaziti, duke brohuritur për bashkimin shpirtëror të shqiptarëve në një flamore, një këngë, dhe pas fshërlimës së fundit ka nisur festa. Entuziazmi nuk është ndalur as në diasporë, në Zvicër, Gjermani, Itali deri në New York. Komunitetet shqiptare kanë organizuar festa spontane me flamuj, fishek zjarre dhe muzikë tradicionale. Videot që po qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë qartë emocionin dhe krenarinë e çdo shqiptari për këtë fitore të jashtëzakonshme. Kjo ndeshje, përtej rezultatit sportiv, mbetet simboli i unitetit dhe forcës së shpirtit shqiptar. Me këtë triumf në Serbi, Shqipëria jo vetëm forcon pozitat e saj në garën për kualifikueset e botrorit, duke shpresuar për një kualifikim përmes play-offit, por ngrej edhe më lart ndjenjën e identitetit kombëtar. Në fund të mbrëmjes, fjalat që përshkruajnë më mirë emocionin e kësaj nate janë ato të një tifozit të thjeshtë. Në Tiranë nuk ishte thjesht një fitore në futboll, ishte fitore e gjithë shqiptarisë, kudo që janë.